kanë kaluar 3 orë prej kur ka filluar mbledhja e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo mbledhje e kryesisë është thirrur nga kryetari i kësaj partie, Lumir Abdigjiku, pasi që ai ka ofruar dorëheqjen dhe ka thënë që këtë dorëheqje duhet ta miratoj apo ta refuzoj kuvendi i partisë. Në këtë mbledhje do të vendosë se kur do të thirret kuvendi i partisë dhe se do të ketë zgjedhje për kryetar të ri. Kujtojmë që më 13 janar Abdigjiku kishte mbledhur rrethën e ngushtë të partisë duke përfshirë sekretarët dhe nënkretarët e partisë, ku ajo mbledhje kishte zgjatur mbi 5 orë. Pasi që ishte kryer ajo mbledhje, Abdigjiku kishte thënë se do ta thrasë mbledhjen e kryesisë për të vendosur se kur mblidhet kuvendi. Megjithatë, në atë mbledhje Abdigjiku nuk kishte treguar se atij i është kërkuar dorëheqja. Pas mbledhjes, nënkretarja Hikmete Bajrami kishte dalur me një reagim zyrtar duke thënë se ka dhënë dorëheqjen nga pozita e nënkretarës së partisë dhe ka kërkuar dorëheqjen e Abdigjikut. Ngjashëm edhe Abdullah Hoti, i cili më herët ka qenë edhe kryeministër i Kosovës, ka thënë publikisht se ka kërkuar dorëheqjen e tij për shkak se ai dorëheqjen e Abdigjikut, për shkak se siç ka thënë ai, vetë Abdigjiku ka thënë se kush humb në zgjedhje duhet ta jap dorëheqjen nga pozita e kryetarit të partisë.